Pasi ndoqëm timut muzikor dhe interpretimin mjeshtar të Krisman Lazani, që është edhe një super tifoz i Vllaznis, tashmë kalojmë në një pjesë të dekorimeve do të jenë disa për mbrëmjen e sotme, por pjesa e parë do të jetë kjo. Ftoj familjen Biranici, Taipin, Rudin, trajnerët, për të dorëzuar edhe diplomat përkatëse që janë rezervuar pikërisht për ato që marrin sot vlerësimin. Po Rudi, janë të shumë ato që kanë marrë vlerësime për kontributin e dhënë për shumë e shumë vite të klubi futboll Shkodra, por një pjesë e tyre janë ato që në këto momente vetë Rudi Biranici po na i dorëzon dhe do ta nisim me Armir Grimen, ish kapitenin e Vllaznis, fituesi i trofeve dhe një mik i ngushtë dhe kontribues i klubit Shkodra. Urime Grima. Realisht njëmë si në shmi ka me aty ku është prezent e ipi, sepse u vrejtën bashkë, në vaj edukatën e punës, në vaj edukatën si bona futbolista, të është në vaj edukatën si bona trajnerë, që është knatësia e madhe për mu që i matë pjesë, një përshnes gjithë, fëmijë si do mas jurës shumë sukses e një, bashkë futbolistat në gjurë dhe aty në futbolistave që ka zërë në akademi, trajnerët e akademisë u përshnes dhe shumë suksese në punën tuj në edukimin e këtij brezi, shumë suksese për Taipin, shumë suksese Rudin dhe faleminderit shumë. Një pyetje për Grimen. Çfarë mendoni si keni marrë nga profesor Taipi në vitet që keni luajtur, duke pasur trajner Taipin që sot mund ta shfrytëzoni ju në postin tuaj? Që kena marrë në profesor Taipin normalisht është dashuria për futbollin. Gratulime për Armir Grimen. Brigje Lobizi është i dekoruar i radhës dhe ky një ish futbollist i profesor Biranicit në kohën kur Taip Biranici drejtonte ekipin e trive të Vllaznis. Brigje Lobizi, një pasues i traditës të një legjende të madhe si Sava Bizi. Urime Brigeno. Urime. Është nasi sot që t'jenë kjo mes njerëz shumë sportista shumë talentuar. Është nasi dhe për një anniversary, la una presentazione per Shkodras, që në nësë këtu më do. Ka pas fatin e mirë, e nëshëm, 7 reke e në më që e pas të mirë presentazione. E kushtat me e ka munda me të Vllaznis. Ka pas fatin e mirë me gjenë, njerin, Grimen, me Cunën, dhe në shumë figuratorë, që në sa të përshtasë. Mbani përshtypje, në pyetja që të bani në rrinë, si që të nuk e ju për kërësë të rrinë. Këna fituat përshqyqe me por që da mjeri, por këna fituat në disiplinën koreksin, edhe në stajsh në këtë shumë falë që në në nështë. Dhe mendoj se kjo e fundit pra disiplina e hekur të karma kryesore e Taip Biranicit pa favoritur elementet tjerë profesional. Urime Brigeno. Vazhdojmë me edhe një... E ke zaten në shumë të kone banë përgjën dhe përgjëshë shpektu, në përgjëshë më. Atëherë, të isha të përgjën, përse të ripin, të gëshirën, vullnetin, sakrificën, është Akademia Apor, në Shkodra, që është vënë në qëllimin tonë, dhe është në njëri një plot pasion, plot gëshirë, ka sakrifikuar shumë për këtë klub dhe
Ky klub ka thënë sportista që lupen në programe për të parë në madhe uniforme. Shoqëroj suksese, dhe dëshiroj sa më parë për futbollin kursorit dhe rrugën që është një mjekës shumë i pasionuar i luftës për Shkodrës. Bisi përfundoj? Urime. I radhës për ju nga rëndësia, sepse është një emër i madh i futbollit shqiptar, ish kapiteni i kombëtarës së Shqipërisë, Rudi Vata. Urime Rudi. Të marrin dhe emocionet, impresionet e Rudi Vatës për të nderim që i bëhet nga klubi futbollit Shkodra. Knatësi që nodhem mes jush, vjen mirë që Taipi jo profesor sepse e kam shumë për zemër, sepse është një karakter i veçantë në Shkodër. Është i burr që ka punuar në mënyrë të veçantë dhe me shumë sakrifica, me shumë mundime ka ndërtuar një klub me të vërtetë serioz dhe cilësor. Këtu përmendën shumë emra me vlerë që ka përmbuar ky klub, që e ka lojtar kombëtarës dhe sigurisht që janë edhe sot aktual. Për tjetër kohë ka shumë djemë të ri që kanë dëshirë dhe kanë ambicje në bë futbollista profesionista në një bukur. Këshilla jame është që përgatituni me vujt shumë, sakrifikoni në qoftë se doni mu bë dikushi në jetë. Profesor Taipi sigurisht që kam ju bë me vujt, gjithashtu në Rudi dhe trajnerët tjerë, sepse mu bë futbollistë në nivel profesioniste, duhet me vujt shumë në fushën e sportit dhe duhet me eliminu shumë nga dëshirat që shumë të ri dëshirojnë me i ba. Anaj luftoni, punoni, sepse familje tuja jam i sigur që sakrifikojnë për ju, familje tuja investojnë që ju më ba të rëndësishëm jetë dhe mundoni mos humni investimin e familjes, sepse është shumë rëndësishëm. Sukseset gjithëve, sukseset edhe presidentin dhe sa ma shumë fakt. Do sponsohemi nga Shkodra në Vlorë për të nderuar 3 legjendat e futbollit vllajan që me klasinë e tyre kanë udhëtuar në Vlora për të respektuar Taip Tiraniçin, për të respektuar klubin e futbollit Shkodra dhe nisim me Latif Xhondeten, Florina i ofruar në futbollin shqiptar, i cili ka luajtur përballë Barcelonës së famshme. Urime Kandela. Albert Haxhia është i dërguar tjetër që vjen nga qyteti i flamurit, nga qyteti i Florës, atje ku flamurtari këtij sezoni fatkeqësisht i zgënjeu, po shpresoj vitin e ardhshëm të rikthehet në Super League. Urime Albert. Castellot Tajari në fakt nuk vjen nga Vlora, por vjen nga Fieri. Nga Fieri i kujtim Maratit të famshëm që ka bërë historinë me këtë skuadër, po njëri prej tyre është edhe Castellot Tajari që ka dhënë kontribut në vite për futbollin vjerak dhe sot është për të respektuar Taip Tiraniçin dhe klubin Shkodra. Urime Castellot. Latif Xhondeta, Florina. Po flas pa emocion këtu në këtë eveniment, sepse kam kënaqësinë e krenarin që ndodhem në një qytet që i ka dhënë shembullin futbollit shqiptar.
gjitha plejave, që nga ata që kanë shkuar botën tjetër dhe sot ata që jetojnë sot. Dhe doja të dosha atë që ka edhe më parë Rudi Vata, u thirr prindërve Shkodran që të fëmijët e tyre të futen në atë besimin dhe interesin për sportin. Sepse më vjen keq edhe në qytetin tim të Lorës, më shumë ka futbollista të muaj se sa futbollista vlerë. Kështu që do të kisha edhe unë atë dëshirën e madhe që emri dhe traditës të futbollit Shkodran t'i mbeten vetëm emra Shkodran. Ju uroj suksese të gjitha fëmijëve dhe ekipeve të bashkisë së Shkodrës. Një pyetje e shpejtë dhe përgjigje e shkurtër. Nga ti zoteta cilën ndeshje Vllaznia Flamurtari apo Flamurtari Vllaznia e ka pasur më tepër për zemër në karrierën sportive? Të gjitha ndeshjet me Vllaznin, Flamurtari ka patur të arta. Qoftë për ekipin tuaj, qoftë për ekipin tonë. Po ndeshja që më ka lënë më ashtu ka qenë ndeshja 3-0 këtu, 3-1 në kualifikimi juaj dhe vërtet atë humbje ne kemi gëzuar. Kemi gëzuar Pushtetin atje në Ftohtë, edhe ishte një kënaqësi e madhe që ajo ndeshje ishte një ndeshje vërtet ju e kualifikua dhe morën dhe kupën, por problemi ishte sepse të dy ekipet ndjen atë dashurinë e madhe të njëra tjetrës. Kështu që u auroj edhe këtyre presave që ta vazhdojnë e ta kenë gjithmonë ndeshjen e Flamurtarit si ndeshjen e ekipit të Tiranës. Ndryshon, jemi dy ekipe, ju veri që kemi të njëjtën art, futboll edhe respekt. Interesante ajo ndeshje kujtohet shpesh si nga Shkodra dhe nga Vlora. Në 87-ën kur Vllaznia fiton të finalen e parë në Loro Buriqi 3-0 dhe kur Flamurtari kur shpallë fitues kur sonte 3-0 kam qenë prezent në stadionin Flamurtari, ujku i Shkodrës, Ferit Ragami shënon në portën Vëljate dhe Vllaznia fiton kupën e Shqipërisë. Kjo ishte momenti që kujtohet Vllaznia dhe Orine. Rikthehemi në vitet 70 tek futbolli i Vllaznisë së Shkodrës dhe natyrisht një prej tyre që është shpallur kampion në Vllaznisë është mbrojtësi Fatmir Luçi. Një mbrojtësi majt i cili ka qenë në vërtet shumë luftarak dhe sot është pas luftarak edhe si analist sportiv, madje shpesh edhe i spikatur me kritikat për momentet e caktuara të turisë së zonës së Orine Fatmir. Faleminderit për sponsor, faleminderit Tajit Berhamicit. Pjesë e Vllaznisë, gjithmonë do jenë faleminderit Vllaznia kampionishë. Bukur Luçi, faleminderit Orine për këtë certifikat. Do të kalojmë te një tjetër koleg i Fatmir Luçit, te një tjetër Fatmir. Bëhet fjalë për Fatmir Paçaramin, sulmuesin e shpejt, vrapuesin rekordmen në sulmet e tij, i cili jo vetëm ishte edhe pjesë e familjes sportive Paçarami me atlet kampion, me gjimnast kampion, por Fatmiri i përket fushës së sportit Orine, Fatmir Paçarami dhe sot një trajner në karrierë suksesshëm. Ne do konsiderojmë ne gazonit. Ka i në doshë dhe në përësi të anërë, si një kësë shumë. I orën të frimë në futbol dhe një. Urime Paçarami, dhe urimi radhës është për pjesëtar të tifozërisë shkodrane dhe njëri për tyre që konsiderohet e mlej për vitesh është Tuti, i famshëm Astrid Rahmani. Tuti Rahmani është bërëur me citat një njohje nga klubi futbollit Shkodra. Kujtojmë vitin 2001 kur Vllaznia e shpatën kampionë për herë të fundit në Loro Buriqi dhe Astrid Rahmani me kolegën e tij e kthente në spektakël pistën e Loro Buriqit apo. Përshëndetje
herë mysafir. Vlonja, Firak, ju përshëndes se kam pas merin që t'ju arrijë të luajtë futboll, sidomos Latur, Latif Gjendete. Ju përshëndes me zemër, një. Dyta, futbollista që ka zjarë Tajip Hanici, që janë të avolinë në me, përshëndes që me mysafirët dhe ta prezidenti, që i shoha po ani futbollista, në roni familjen, në roni e Shkodrën, në roni e Tajip Hanici. Pra, funin, përse Zotin Tajip Hanici për respektin që ka në imet për çdo herë që bane vete, unë jam i mirë pritur dhe i ftuar. Unë vetëm i fjallëm i tonë për Tajipin, se kena në i që i shpi. Sot, kena fmi vetë. Ki ba herë flotën të djali sot, që ke përdit, që ke përdit kur ka kenë fmi. Pra dhe Tajip Hanici në kam pas që shpi, që është një trajner shumë i rrek, shumë kërkus, dhe shumë sportash. Pra, me ta në rritet e këtune punëve, Zotit Tajip Hanici sa të është majet e futbollit Shkodra, që unë e përgjësoj dhe përshëndes. Familjeresh. Paliminës shumë për sportit. Shumë paliminës për sportit. Urime tutti dhe të shpe nga tifozet, nga sportistët, nga veteranët kalojnë tek fusha mediatike dhe nërto klubi futbollit Shkodra ka përzgjedhur ekranin e RTS Shkodra me drejtor pasionatin e sportit dhe kryesisht të futbollit Jetyr Shpuza, ai i cili i ka dhënë hapësirë minutazh të zgjeruar sportit shkodran dhe pse jo me veçanti edhe klubit të futbollit Shkodra që e ka për zemër. E ftoj këtu Jetyr Shpuzën. Unë e thash me herë ka menit të veçanë sepse i ka dhënë shumë minutazh hapësirë sportit dhe ekranin RTS Shkodra. Urime drejtor. Faleminderit, falenderoj klubin e futbollit Shkodra. Unë kam një lidhje të veçantë me zotin Tajip Hanici, sepse rritë me pa, i jemi në zitër dhe kam pa gjithë përpjekjet gjatë këtyre 30 viteve që kam ba Tajipi dhe Rudi për të rujtë ekipin e futbollit Shkodra. Për ta majtë, si thojnë asaj me vënd, dhe për ta ngritë në këtë lartësi që është sot këtë akademi futbollit që në drejt në rohet në gjithë vakancia futbollist me emër në Shqipëri dhe që kanë bërë emër edhe në arenë kombëtare, por që i kanë fillesa te klubi futbollit Shkodra. Urime dhe sukseset më ndeshme klubit futbollit Shkodra, zotin Tajip Hanici, edhe me që ka tash po bojnë një shkëmbim certifikatash, i dorëzoj certifikatën zotin Gaspar Marko, mesetarit milior sportiv, në thejnë legjendës sportive të Shkodrës, ai që ka filluar 20 vjeç, edhe ka vazhdu vitet e punit, ka 10 vite që kontribon në RTS Shkodra, Radio Shkodra dhe RTS Shkodra. Përgëzoj klubin e futbollit Shkodra që ka mëru gazetarin Gaspar Marko për mik meri i klubit futbollit Shkodra. Gazi urime edhe vazhdo të kontribosh për gazetarin sportive për futbollit, për klubin Shkodra, po dhe për vllaznin e këto tjera, se do të jetë ju përshëndes gjithëve. Falenderoj me këtë edhe unë klubin e futbollit Shkodra që me nderon me këtë certifikat milioje. Unë kam kontribuar dhe do të vjoj të kontribuoj për klubin e futbollit Shkodra, jo vetëm si klub sportiv model, por edhe si një ndër themelues që përpara
në vitin 96 kam qenë në grupin e parë nismetar të formimit të klubit futbollit Shkodra, aty ku sot është lokali Fontana, në pedonalen e Shkodrës, është zhvilluar nedha e parë e klubit futbollit Shkodra, aty ku nisi historia 30 vjeçare të klubit. Dhe meriton respekt veçantë ky klub që ka nxjerrë nga agjieri i saj emra super të shuar të futbollit shqiptar. Respekte, faleminderit familja Pjanici, dhe në pjesën e parë të kategorive do të ketë edhe një grup tjetër, patjetër me sportistë të cilët kanë dalë nga ky klub, por e mbyllim me një tifoz tjetër, është Sandër Dema, në cilësinë e kryetaret e shoqatës tifozët e zjarë Shkodran për jetë Kuqër Blu. Ftoj Dr. Dema, i cili nësa kam parë ka përgatitur disa dhurata